Kam knatësinë pra që sot të prezantoj para jush për miratim, fillimisht komisione pastaj edhe ratifikim në Kuvendin e Republikës Kosovës, njërin nga dy instrumentet, pra marrëveshjen që realisht kjo është marrëveshja për dakordimin e paketës së reformave, sepse njëri instrument është ky që miratohet këtu, pra paketa e reformave, ndërsa instrumenti tjetër është ai financimi, pra pjesa e kredisë, e cila do të miratohet pas saj në Komisionin për Buxhet dhe është marrëveshje e veçantë që duhet të ratifikohet. Atë filloj edhe një herë nga fillimi apo vazhdoj? Pra kjo është marrëveshja e instrumentit për reforma për planin e rritjes. E mira e kësaj është, siç e thatë edhe ju nderuar kryetare, që përveç se shpërblimit financiar, nëse mund ta quaj ashtu, kjo në vetvete kjo marrëveshje përmban pra edhe miratimin e reformave të ndryshme që janë dakorduar me Bashkimin Evropian e për më tepër pra synimi është që përmes këtyre reformave të arrihet edhe më tej përshpejtimi konvergjimit pra drejt standardit të Bashkimit Evropian. Si vlerë financiare, Kosova është përfituesja më e madhe në raport me brutoproduktin vendor, pra është rreth 8% e brutoproduktit vendor vlera financiare e pakos, pra mbështetëse të planit të rritjes, por kjo normalisht përmban, siç e thash, edhe këtë marrëveshjen e reformave. Nga instrumenti për reforma dhe rritje, parashihet pra që të përfitojmë gjithsej 882.6 milion euro, nga të cilat 253.3 milion janë grante, pra 1/3 është grante, ndërkaq pjesa tjetër prej 629.3 milion euro do të jetë kredi, që do të ratifikohet në një marrëveshje të veçantë. Qëllimi i marrëveshjes kornis, pra teksti i së cilës është standard për gjitha shtetet përfituese, është që të krijohet baza e përgjithshme kontraktuale që mundson që Kosova të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian të ofruara në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Kurse qëllimi i marrëveshjes për kredin është të rregullojë kushtet e ndërlidhura specifikisht për marrjen e pjesës së fondeve të BE-s që ofrohen si kredi dhe mënyrën e menaxhimit të tyre. Por kjo është pra një marrëveshje e veçantë. Si qeveri pra gjatë mandatit kaluar ne kemi dhënë rëndësi dhe prioritet këtij instrumenti, ashtu që të respektoheshin të gjitha afatet e vendosura nga ana e Komisionit Evropian. Rrjedhimisht pra Kosova ka qenë ndër shtetet e para, në mos të parët pra që ka finalizuar agjendën e reformave dhe kjo është arritur brenda afatit fillestar të vendosur nga Komisioni Evropian, gjërsa formalisht e kemi miratuar pra qysh në tetor të vitit 2024. Megjithatë, përkundër pra tendencës për të përshpejtuar, ka pas faktorë të tjerë që kanë ndikuar që procesi të vonohet paksa, marrë parasysh që ishte edhe një instrument i krijuar për herë të parë dhe nga vetë Bashkimi Evropian. Pra pjesërisht ka pasur vonesa në finalizimin e agjendës së reformave nga disa shtete tjera përfituese, pjesërisht ka pasur edhe punë paralele që është zhvilluar nga vetë Komisioni Evropian, pra për rregullorën e nevojshme për themelimin e këtij instrumenti të ri, dhe kësaj pra ka pasur disa ngecja apo vonesa të cilat pastaj neve na zun në një proces pa kuvend funksional dhe kësaj pra është shtyr apo është vonuar deri më tani edhe ratifikimi i këtij instrumenti. Formati standard përfundimtar i dakorduar i marrëveshjes për instrumentin për reforma është dërguar tek ne me 15 nëntor 2024 pra në mënyrë elektronike dhe ne pra Kosova e ka kryer nënshkrimin sapo ka ardhur në Kosovë fizikisht dhe është pranuar në qeveri përkatësisht me datën 27 nëntor të vitit 2024, ku po të njëjtën ditë është miratuar edhe projekt ligji për ratifikimin e saj nga qeveria, pra në afat rekord. Ndërkaq për marrëveshjen për kredi, nisma ishte miratuar me 13 nëntor 2024, mirë po drafti final i marrëveshjes ishte pranuar pra më janar të vitit 2025 në një kohë kur kuvendi nuk mbante më mbledhje dhe ishte pamundur të procedojë ratifikimit. Si rezultat, pra kjo ka pamundsuar që marrëveshjet hyjnë fuqi dhe ne si shtet të mos mund të përfitojmë nga parafinancimi në vlerë prej 7%, pra që shtetet tjera tashmë e kanë përfituar ato që kanë ratifikuar marrëveshjen, si dhe shumë tjera të alokuara të cilat janë të ndara sipas reformave që parashihet kalendarit reformave. Andaj me qenë se afatet janë fikse, pra dhe është mundësia e fundit që të procedojmë tutje për ratifikim këtë instrument, ju ftoj që të votoni apo ta mbështesni këtë instrument dhe të procedohet për ratifikim edhe në kuvend. Ju falenderoj edhe një herë për afatin e shkurtër ndaj cilit jeni përgjegjur. E di që kuvendi dhe për më tepër komisionet sapo janë themeluar dje dhe sot më një herë është bërë mbledhja, por po besoj që duke qenë të vetëdijshëm të gjithë ne, të gjitha palët për afatet e shkurtra dhe rëndësinë e kësaj marrëveshje, ja vlen që të përshpejtohet edhe miratimi i tyre. Pra,
Faleminderit edhe një herë dhe shpresoj nëse ka ndonjë pyetje apo nevojë për sqarim, jemi të gatshëm. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ministër, pyetjen edhe më herët e bana, thash se cili prej dikasterëve ka me qenë përgjegjës, domethënë cila është, a i keni dakorduar ende, po besoj që duhet jetë dakorduar me qenë se ka ardhur edhe buxheti në kuvend, ende nuk e kam pasë, sigurisht sikur ta kisha lexu e kisha ditur, po besoj e keni të caktuar në buxhet të paktën. Edhe tjetra me qenë se përmendet që domethënë agjendën e reformave është dokument të cilin jeni dakordu edhe keni në nëntor të vitit 2024, a mund të na tregoni a ka fillu implementimi i reformave dhe sa është bë progres në këtë drejtim, edhe kur pritet që të kemi ndonjë disbursim, domethënë në bazë të afateve kohore. Dhe mandej sigurisht administrata, dikush kujdeset që të merr këtë dokumentin e agjendave në mënyrë që ne si komision t'i përcjellim edhe me afate kohore, po edhe varësisht prej dikastereve, sepse e kuptoj që jo vetëm një ministri është përgjegjëse, i pam aty reformat në administratë publike, në gjyqësor, në drejtësi, në gjitha kështu që mandej t'i përcjellim edhe ata. Faleminderit. Faleminderit. Sa i përket pyetjes suaj se pra cili do të jetë dikasteri përgjegjës, kjo çështje pra e integrimit në Bashkimin Evropian si dhe agjendën e reformave, pra pritet të qëndrojë në zyrën e kryeministrit, pra do të jetë pjesë e zyrës së kryeministrit. Ndërkaq sa i përket asaj se kur pritet apo është punuar, si qeveri në detyrë kemi punuar në vazhdimësi ajo çfarë ka qenë administrativisht e mundur, pra përveç agjendës legjislative e cila ka qenë e pezulluar dhe nevojitet edhe kuvendi, pjesa tjetër pra shumica dikastereve kanë lëvizur pavarësisht që ende nuk ka qenë ratifikuar marrëveshja. Kjo nënkupton që pra me rastin e hyrjes në fuqi, pra ratifikimit të marrëveshjes, ne do të kemi fillimisht disbursimin e avancit apo paradhënies prej 7%, që është diku rreth 62 milion euro. Dhe pastaj do të bëhet edhe vlerësimi i cili bëhet në baza të rregullta nga Komisioni Evropian mbi ato se cilat reforma pra janë përmbushur, sepse ne edhe mund të pretendojmë që disa janë përmbushur, por është edhe një proces vlerësimi dhe mbi atë bazë të vlerësimit pastaj konstatohet edhe shuma e disbursimit. Pra është një proces që do të jetë në vijimësi, parashihet në një afat prej 4 vitesh, siç e theksuat ju, pra 2024-2027, nëse nuk ka miratim apo kompletim të reformave në kohë, mund të ketë zgjatje të afateve, por jo pafundësisht, pra ka edhe afate të cilat janë të patekalueshme dhe nëse shkon tejet gjatë mund të humben mjetet, sepse i transferohen ndonjë shteti tjetër që performon më mirë apo edhe nuk janë më në dispozicion për ne, prandaj është e nevojshme që të procedojmë më shpejt me ratifikim. Por presim disbursim të menjëhershëm pas ratifikimit. Të nderuar kolegë deputet, fillimisht ju uroj shumë për mandatin, ju uroj të keni shëndet dhe suksese. Ministër, e dim që sa i përket sanksioneve nga Bashkimi Evropian kemi vetëm deklarime. Mirë po nuk kemi ndonjë vendim konkret nga institucionet e Bashkimit Evropian se a jemi ende në sanksione apo jo. Dhe si Parti Demokratike gjithmonë kemi vlerësuar marrëveshjen ndërkombëtare, për këtë arsye dhe kemi votuar të gjitha që kanë ardhur në kuvend. Dhe tani më intereson të di se ku qëndrojmë si shtet. Edhe nëse votojmë këtë marrëveshje, sa do të jetë i mundur implementimi, nëse ne vazhdojmë të jemi ende në sanksione, sepse dim që ka shumë marrëveshje ndërkombëtare, të cilat në kuvend i kemi kalu, mirë po nuk kanë pas zbatim, si rrjedhoi që ne jemi shtet në sanksionet e Bashkimit Evropian. Sa i përket masave nga ana e Bashkimit Evropian, ka qenë deklarim publik pra i Bashkimit Evropian, përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, që një pjesë e masave tashmë janë hequr. Kjo kryesisht masat kanë qenë të ndërlidhura me miratimin apo ecjen tutje të projekteve të reja, sa i përket për shembull ta zëm kornizës investimeve të Ballkanit Perëndimor, Western Balkan Investment Framework. Në atë aspekt ka pasur ngecje të disa projekteve që kanë qenë në nisje sipër. Pra jo domosdoshmë në zbatim, ato projekte që kanë qenë në zbatim e sipër nuk ka pasur pengesa, ka vazhduar puna, por ta zëm në projekte të cilat është dashur t'i dorëzojmë si propozime për mbështetje për grantet financimit apo grantet asistencës teknike, aty ka qenë pezullimi. Dhe nga ajo që jemi informuar, pra një pjesë atyre projekteve tashmë janë të çpezulluara apo është rikthyer aktiviteti plot, ndërkaq pjesa tjetër e masave po besoj është sipas deklaratave të Bashkimit Evropian ka qenë që gradualisht pra do të hiqen në tërësi në javët e muajit në vijim. Por sa i përket afateve konkrete apo masave konkrete, nuk mund ta them me qenë se nuk e mbuloj dikasterin,
Unë sot jam këtu me qenë se kryeministri nuk ishte prezent, i duhet të udhëtonte, por megjithatë sa i përket aspektit financiar, mund të them që presim që shuma prej 62 milion eurove të disbursohet, pra kjo tregon që edhe çështja e masave tashmë është relaksuar dhe nuk shohim ndonjë problem sa i përket zbatimit të kësaj marrëveshje. Kërkojmë ministër nga qeveria e Republikës së Kosovës, edhe pse ende nuk e kemi të qartë dhe po shpresoj që ju na e qartësoni sot se kush do të jetë dikasteri i cili do e ketë në portofolien e vet, jo vetëm këtë marrëveshjeve, po komplet agjendën e integrimeve evropiane, janë që qeveria t'i raportoj Komisionit për Integrime Evropiane në mënyrë periodike, në mënyrë që të rrisim transparencën. Mekanizmat e kontrollit të parapoam në marrëveshje janë kontrolli kombëtar, sistemet e kontrollit të brendshëm, auditimi, thesari duhet të bëj kontrollat në bazë të kompetencave ligjore, mandej kemi kontrollin evropian, që vjen bashkëpunimi ngushtë në zyrën e Olafit, do të thonë zyra evropiane kundër mashtrimit, edhe gjykata evropiane e auditorëve. Gjithashtu, zyra e BE-s i ka lënë të drejtën vetes, do të thonë diskrecionin, që sa herë që ka dyshime, ata të fillojnë hetimet, të kërkojnë dokumentime dhe gjithashtu të kryejnë auditime në terren. Ne konsiderojmë që jemi vonuar në ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kjo është edhe arsyeja pse edhe të gjithë kemi pranuar që shpejt të vijmë sot. Mendojmë që kjo marrëveshje dhe implementimi i saj në përpikmëri është një formë e testimit të seriozitetit të shtetit tonë dhe institucioneve tona, edhe me qenë se të gjitha disbursimet bëhen në bazë të përmbushjes së kritereve, konsiderojmë që Kosova ka mundësinë në fakt që t'i përmbush këto reforma dhe në mënyrë që të mirat e kësaj marrëveshje të jenë shumë më të mëdha se sa vetëm përfitimet financiare, mirë po në qoftë se nuk përmbushim këto reforma, atëherë ka mundësi që faktikisht ne edhe të dështojmë në seriozitetin si shtet, po edhe të humbim një mundësi të mirë qoftë për reforma, qoftë për përfitime financiare. Ministër, më duhet ta përmend se çështjen e të nderëve një burimor nuk e kam ngritur unë. Në vitin 2023, për herë të parë çështja e të nderëve të negociuar është ngritur pikërisht nga raporti i Komisionit Evropian, gjë e cila është shqetësuese sepse po vazhdojmë. Gjithashtu, gjatë 5 viteve të kaluara nuk keni arritur që të bëni një reformë në prokurimin publik dhe po shpresoj që një gjë e tillë do të ndodhë së shpejti. Atëherë po e hedh në votim. Kush është për? Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Jeni i lirë. A ka dikush? Ka qenë caktuar në orat 10 ndaj